asnjë gjë dhe vetëm për ta. Qartë, Zotri Korça, për juve, si si analizoni këto veprime të sotme në kuvendin e Kosovës? Kosova është tu kalu në një krizë politike, e cila për mendimin tim për shtetet si që është Kosova, një demokraci në zhvillim, janë normale, sepse duhet sqaruar shumë gjana në mënyrë që të vim deri te një kushtetut, deri që të vim deri te disa rregulla të cilat përcaktojnë gjithçka dhe nuk lën hapësira, domethënë për me i komentu dhe në të njëjtën kohë nuk lën hapësira ose zbrasësira në mënyrë që të komentohen ashtu si të dëshirojnë, domethënë partitë ose si t'ju konvenon. Sa i përket kësaj që ka ndodhur sot në kuvendin e Kosovës, për mendimin tim nuk është hiç e hijshme, për shkak se parlamenti qyshta dhe demhasaj është për të kriju ligje, për të deputetët për të quajtur ide në parlament për zhvillimin e shtetit tonë, e jo për skenat të tilla, për thirrje, për të cilat i bashkohem që duhet me i denu si thirrje dhe nuk duhet që të kemi një përçarje kaq të madhe ose të kemi thirrje për vllavrasje. Kjo është shumë e tmerrshme, mirë po unë mendoj që ndoshta mentaliteti, ndoshta niveli i edukimit, ndoshta niveli vetdijes të personave të caktuar e ka bërë këtë, sepse ne si shoqëri nuk mendoj që jemi të tillë, mendoj që jemi më të butë, më të mirë dhe